Më pëlqen fakti që nuk ndërhyjnë aden, më pëlqen kjo gjë si për shembull, edhe unë kur e shoh të arsyeshme për shembull me ndërhyj me një situatë tënde ndërhyj, amo aden nuk kam qef, aden, kështu që më pëlqen fakti që nuk ndërhyjnë. Se ti këtu në fund ditës s'ka për vete. Unë s'du të pengoj rrugtimin tanë. Unë thash, unë ka shumë raste du me ndërhyj se nuk pëlqen fjalët që të thojmë, po ditës ato tregojnë veten, ti tregon veten. Ti di me mbajt veten tate. Edhe atë ke ju tregosh të mëjnë. Përveç vlerave e gjithë gjërat. Po që nuk je pengesa si herë. Edhe në qofë se ki në esen që je mërzitshëm ose në esen mund është me asë në folë. E di që e ki të fështirë se nuk dan mi folë gjana, ta më në qofë se mërzitësh ose në një gjë, aden se nuk du me të bezdisë, për shkakun kur shoh që je mërzitshëm në esen, e di që nuk i flet dhe nuk kam qef me marrë bezdish me marrë më thonë qaki. A më në qofë se... Më thonë vërtetë, unë, kur mërzitim, i përve në po se pi cigarë së revetën. Por, se të them që s'kam prit në jerë të vish në plasër, do të kishe gënjë. Se kam prit me marrë në folë, po s'ka në jerë. Adim se, ngam, unë, personalisht, kur jam e mërzitur, nuk kam qef me arë dikush më folë. Se në qofë se vjen dikush më folë, aden më blokon dyqyshe, aden bona me e doptë. Kur mërzita kam qef, aden me qëndru me jetëm, edhe menoj që çdo person, kur mërzitet, për shembull në qofë se unë kam nevojë për pranin tonë, bi vetë, aden të folje kështut, amo kur të mërzitna, kam qef pak me nejt vetëm, se ka herë mërzit që njëri dhe i thot do fjallë që nuk i menon, ose aden ngutët, edhe unë nuk kam qef me ngut, kam qef me i thonë gjanat fiks si mendoj me mendje të ftoftë. Kështu që unë kur jam qështot, menoj që nashta edhe ti kur je mërzitshëm, nuk ki qef me të pengu. Aden unë të pësëm, aden a je mirë, kështu ti më thua, mirë, jam për në shof që je mërzitshëm. A mund që se nuk vjen prej teje, me hap me mu, nuk kam qef me zor me ta nëzirë. Nuk jam tipi që gjitha thënë.